Përshëndetje të dashur miq të emisionit Familja Jon. Familja Jon, këtë të dielin nis me një temë shumë të rëndësishme, shëndetin mendor. Kur mendja ka nevojë për ndihmë, së bashku me psikologën Belinda Halili trajtojmë këtë temë aktuale dhe të ndjeshme. Dhe me përgjithësi të plotë e them që institucionalisht nuk është punuar asgjë, nuk është punuar as si vjet, nuk punohet as në baza ditore, mandej nuk kanë edhe çka me për shembull nuk kanë edhe çka me jap mesazhe në muaj të tillë. Edhe jo rastësisht, muaji maj është caktuar si muaji i sensibilizimit mbi shëndetin mendor. Në pjesën e dytë, sjellim këshilla për shëndetin e syve nga Klinika Gjermane e Syve. Apo qëndron fëmija juaj afër ekranit. Atëherë kjo është një shenjë që ai duhet të kontrollohet te mjeku i syve. Në bllokun e tretë flasim për platformën online Hajde Folim. Nëse do të kishe një makinë kohe për një udhëtim, a do të shkoje në të kaluaren apo në të ardhmen? Trego arsyet. Nga terreni sjellim panairin e shkencës që u zhvillua në shkollën finlandeze. Ndërsa në bllokun e 5 prezantojmë ekspozitën Fuqia brenda nesh. Për këto dhe shumë materiale të tjera, takohemi të dielën nga ora 16 në Kanal 10. Familja Jon mundësohet nga Klinika Gjermane e Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.